Një shpërthim me tritol ka ndodhur pranë shtëpisë së gazetarit Elidon Dreka në Lezhë. Sipas njoftimit zyrtar të policisë, bëhet e ditur se ngjarja ka ndodhur mesnatën e së enjtes në fshatin Balldrem të Lezhës në pjesën e jashtme të hyrjes së banesës. Shpërthimi një sasie të vogël të lëndës plasëse ka sjellë si pasojë vetëm dëme të vogla materiale. Menjëherë në vend ngjarje kanë shkuar forcat e policisë dhe grupi hetimor, ku vijojnë veprimet për sqarimin e rrethanave, identifikimin dhe kapjen e autorit të ngjarjes. Ndërkohë bëhet e ditur se pranë vend ngjarjes ka pasur një kamera sigurie, pamjet e së cilës tregojnë një person që ka zbritur nga një automjet, ka vënë lëndën plasëse dhe më pas është larguar. Po këtë mëngjes është regjistruar edhe një tjetër shpërthim tritoli në qytetin e Vlorës, në shtëpinë e një 69 vjeçari. Dëgjojmë krisëm një zhurmë dinamiti. Edhe po ngritu më pandej o baba thash në tërmeti them gruas. Edhe dola. Dal shikoj asgjë. S'kishte. Dorën gjitonët, formën një tjetër, ndodit e këty, ndodit e kënë, ndodit atje, asë njëri nuk ishte ashtu. Marëm projektorin, në gjithë ndarë sëret atmosferë, njëri sële, kontrolloj s'kish gjë. E them grua nuk ka gjë. Në thotë gruja mama, po, ditë një lartë, mama, së të gjitoni, aty ku janë hapër robat. Policia bën të ditur se ngjarja ka ndodhur në orët e para të mëngjesit në lagjen Hajro Çakëri në Vlorë, në pjesën e jashtme të banesës së shtetasit GB. Si pasojë e shpërthimit janë regjistruar vetëm dëme materiale. Priten përfundimet e grupit hetimor për të zbardhur shkaqet e ngjarjes dhe identifikimin e autorit.